Në kuadër të fushatës 16 ditore të aktivizmit kundër dhunës me bazë ligjore, Bashkia e Buqisës organizoi një aktivitet sensibilizues për mbylljes të fushatës së këtij viti. Në tërheqjen e fundit të këtyre 16 ditëve të pranishëm ishin drejtues të pushtetit vendor, të institucioneve qendrore në nivel vendor e të tjerë. Kryetarja e Bashkisë Buqisë, festime mjeshtri tha se për të parandaluar apo për të minimizuar rastet e dhunës me bazë gjinore, duhet të jetë të gjitha institucionet bashk. Mjeshtri shtoi se institucionet që ajo përfaqëson i trajton me kujdes të madh viktimat e dhunës me bazë ligjore, por sipas saj duhet bërë akoma më shumë parandalimi i këtij fenomeni. Si kryetare bashkie e ndihet i qartë përgjegjësinë që disa fenomene të mos trajtohen vetëm një herë në vit, por të mbahen në vëmendje gjatë gjithë vitit. Në çdo takim që kemi zhvilluar me institucionet përgjegjëse, e kam thënë dhe do ta përsëris. Mjafton të jetë vetëm një viktimë dhe ne nuk mund të ndihemi të kënaqur për punën tonë. Por ndërsa e pranojmë se ka ende shumë për të bërë, dua të nënvizoj një zhvillim pozitiv në bashkinë tonë, ku strukturat funksionojnë, nga puna në terren, në ekipet e referimit dhe institucionet mbështetëse. Në të njëjtën kohë, falë bashkëpunimit me bizneset private, pasionerit, resortet që po zhvillohen çdo ditë më shumë, të përfshira shumë gra, duke rritur më shumë në ekonominë lokale të bashkisë. Drejtoresha ekzekutive e shoqatës për autonomi vendore, Adelina Farrici, tha se me rëndësi është ndërgjegjësimi, ku duhet bërë më shumë në këtë drejtim, po ashtu Farrici përcolli mesazhin që çdo rast dhune duhet denoncuar. Ajo që ne kemi në dorë sot është si t'i bëjmë strukturat tona që t'jenë në shërbim të qytetarëve dhe si ne të ndërgjegjësojmë komunitetin për të deklaruar dhunën. E dim që dhuna ka format e veta të shumë fishta. Nuk ka vetëm dhunë fizike, ka dhunë psikologjike. Tani me zhvillime teknologjike dhuna po merr për masa tjera dhe ne duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë të vëmendshëm. Sidomos, ne edhe në rolin e tonë si nëna, pasi duhet jemi të kujdesshëm për fëmijët tanë, në mënyrë që të dimë t'i orientojmë dhe mesazhi im, që është edhe mesazhi përmbyllës, pasi dua që fjala të jetë tek ju sot, është që ne duhet të ndërgjegjësojmë të denoncohet dhuna. Në momentin që ne nuk denoncojmë dhunën, ne bëhemi partner me dhunuesin. Është shumë e rëndësishme, denoncimi i dhunës limiton akoma më shumë dhunën në shoqërinë tonë. Edhe gratë të tjera që morën fjalën në këtë aktivitet përcollën mesazhe sensibilizuese e ndërgjegjësuese për parandalimin e dhunës me bazë gjinore. Dhuna me barazi gjinore normalisht shkatërron një shoqëri. E bën atë shumë të varfër, jo vetëm në aspekt individual, personal apo familjar, e bën atë të varfër në shoqëri të tërë. Sot, në fakt, unë jam një grua vetë, dhuna në familje, ndaj grave, ndaj vajzave, ndaj nënave, është e papranueshme në një shoqëri e cila do që të eci përpara.